më rëndësishmja e 10 ajeti 153, e kjo është rruga ime e drejtë dhe ndisnat. E të mos ndisni rrugë të tjera dhe ju të ndoheni me to nga rruga e urdhrave të tij. Këto janë e 10, këto janë urdhrat që urdhëroheni prej tij, që të bëheni të devotshëm pas dashur bamirësa ta fitoni xhenetin, por të shpëtoni nga e keqja që është në këtë dynjë. Se çdo gjë është çift. Me 5 parat ne duhet të mendojmë para se të veprojmë dhe me 4 të tjerat, duke zbatuar 5 të parat me përpikri që me dhikr t'i kujtojmë dhe të mos shkelim, sepse janë urdhra prej urdhrave të Ilahit dhe lidhen me jetën tonë për diçme në shoqërinë. Të gjitha këto urdhra na sulmon shejtani, mendimi i keq që mund vi si cytje me i shkel. Ndaj duhet mendojmë dhe kujtojmë mirë se çfarë bëjmë dhe si sillemi në jetë, e jo cilës fetë huaj i takojmë. Sa herë në ditë shkojmë në xhami apo shkojmë një herë në javë në kishë, cilën në hoxh apo preft e dëgjojmë apo preferojmë.